E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me lajmin më të fundit, këtë herë për të komentuar pak Linda Rein. Ju e dini shumë bukur që Linda Rein me dëshirën e saj vendosi që të largohet nga shtëpia e Big Brother VIP Kosovës, por ky largim nuk është se u respektua nga produksioni. Do me thënë dolën deklarataat të cilat u bën edhe televizive, që Linda Rein mundohej të nxirrte keq produksionin. Ajo tha që edhe hotelin nuk ma këshin paguar, më pas do me thënë nga produksioni i Big Brotherit në emisionin Kosova Today dulen edhe faturat që e këshin paguar rukëtimin e Lindës nga Italia drejt Kosovës, do me thënë e nxorën Lindën si në një farë mënyrë si një buk shkel drejt të mirave që i falte Big Brotheri, por Linda tregoi që do me thënë nuk e këshin marrur seriozisht punën e insulinës, ato që vuajnë nga sheqeri e din shumë bukur se sa të rëndësishme e kanë insulinën dhe gjërat e tjera. Do me thënë që e kanë lënë pas dore Linda Rein dhe kanë gjuajtur në tokë si një personazh brenda asaj shtëpie ku Linda do me thënë mendonte që do të cilën klikime. E ftuar në podcastin e Grida Dumës, Linda Rein ka folur për prapa skenat e Big Brotherit. Ajo ka treguar që e kanë mbajtur në zyrat natë, e kanë lutur shumë që Linda të futet brenda asaj shtëpie. Do me thënë ka patur informacione, do t'i respektonin të gjitha kushtet që Linda kërkonte, sepse e kanë konsideruar si një personazh shumë të rëndësishëm dhe shumë e vlerë brenda këtij formati. Do me thënë, Linda thot që produksioni Big Brother VIP Kosova i merr banorët, i përdorën, i lan, i shpërlan, i shtrydhen edhe më në fund i gjuan si të pavlerë. Do me thënë Linda po nxjerrën të gjitha të vërtetat. Tani, unë nuk dua të besoj që banorët e Big Brother VIP Kosovës trajtohen në formë kafshërore, sepse ashtu si që Linda e shpjegon, e keni do me thënë intervistën YouTube-et që ka qenë Linda e ftuar tek Grida Duma në podcast, do me thënë ka treguar që aty përdoret çdo gjë, qoftë historitë e jetës, qoftë realitete, do me thënë çdo gjë është një klikim, çdo gjë është një përdorje, çdo gjë është një interes kundër drejt produksionit. Tani nëse do ishte dhënë edhe një herë mundësia Lindës që të bëjë pjesë e kësaj platforme, Linda me patjetër thotë që reptësisht nuk do të kishte shanca që do të jem pjesë e një platforme të tillë. Si e komentoni ju këtë formë që Linda në fakt ka zgjedhur të tregojë të vërtetën se çfarë po ndodh, që i bie që produksioni Alaudini, Olca, nuk pas kanë asnjë lloj ndjenje njerëzore dhe banorët i marrkan, i përdorkan dhe më në fund i gjuajtkan. Si e komentoni ju këtë gjë?